Por, përtej kësaj, që është struktura që ne kemi në çmimin e naftës, ne kemi marrë përsipër tani të bëjmë një transformim të thellë të gjithë mënyrës se si zhvillohet aktiviteti në tregun e naftës, duke krijuar një kompani publike, e cila do të marrë përsipër të garantojë rezervën strategjike të naftës, pra se gjërat nuk e dim si shkojnë në këtë botë, se kjo botë sigur nuk po ka ndërmend të qetësohet edhe të vijë në vete. Dhe rezerva strategjike janë shumë të rëndësishme sepse nuk mund të rrezikojmë që të mbetemi pa naftë në një moment caktuar, në një kohë caktuar, sepse kemi sot këtë rrezik, por për t'i dalë përpara gjërave në të ardhmen. Dhe nga ana tjetër duam që kjo kompani publike të jetë edhe furnizuese e naftës. Dhe duke qenë furnizuese, të ndikojë në çmimin e naftës duke mbajtur anën e konsumatorëve, jo anën e distributorëve. Nga ana tjetër, kemi krijuar një kompani publike, një kompani të përbashkët me Emiratet e Bashkuara, e cila ka zëvendësuar praktikisht disa nga praktikat jo të suksesshme koncesionare që ne trashëguam. Trashëguam një koncesion për pullat fiskale, trashëguam një koncesion për markimin e naftës, të cilat ishin dështime. Mirë, po markimi i naftës ka shumë rëndësi për të mos lejuar që të futet në rrjetin e shpërndarjes naftë kontraband apo e një cilësie më të keqe. Dhe nëse markimi, pra produkti që bën shenjimin e naftës, është një produkt i dobët, siç ishte ai që ishte si boj që fshihej, atëherë ti nuk markon asgjë. Dhe shumë shpejt ne do të fusim një produkt shumë të fortë, i cili do të jetë i pamundur që të shmanget, që të manipulohet, që të fshihet, dhe kjo do bëjë që ne ta kemi në kontroll produktin. Tjetra është nafta tranzit, e cila është një tjetër zonë gri e hapësirës së tregtimit naftës, sepse futet nafta për të kaluar tranzit, vjen nga deti për të dalë në tokë, nga kufit e vendeve fqinje, por gjatë rrugës ndodh që nafta mbetet tu, boti mbushet me ujë dhe del andej, që do të thotë kontraband. Një produkt tjetër që do të fusim tani është produkti i ndjekjes së saj të naftës tranzit me një shenjë që është e pa lexueshme, e pa kuptueshme dhe që për cilën nuk ka dieni ai që bën transportin dhe që ndiqet nga qendra. Pra, janë zhvillime teknologjike që do të na mundsojnë që të kemi më shumë kontroll në tregun e naftës. Këto ne mund t'i themi, por pyetja është se ku i dëgjoni ju, se këto janë shumë pa rëndësishme në krahasim me çfarë i thash unë kujt kur ishim në një mbledhje. Kjo është e rëndësishme. Ky është lajmi që duhet di populli shqiptar. Ashtu si kundër, janë një sër gjëra tjera për cilat po të dëgjosh dhe të ndjekësh jetën politike, jetën ekonomike, jetën shoqërore nga penxheret mediatike, mund të besosh, mund të arrish në përfundimin që këtu është bllokuar procesi i negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Ndërkohë që kjo është 100% e pavërtet. Procesi i negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian ecën sipas planit. Kemi një kalendar të dakordsuar me Komisionin Evropian, kemi në tryezë një raport të Komisionit Evropian për këtë fazë negociatave që është absolutisht pozitiv, dhe ndërkohë të gjitha ekipet tona vazhdojnë punën për negociata. Kjo është e vërteta. Siç është e vërteta që ekonomia vazhdon të rritet në mënyrë qëndrueshme. Për shembull, ne kemi
shumë të dhëna për cilat mund të flasim, por për të mos ju lodhur, mjaftojnë të dhënat që konkretisht njerëzit i verifikojnë vetë kur marrin pagën. Pagat në sektorin publik janë rritur, tani kemi hyrë në një fazë që më në fund po njohim dhe vjetërsinë në punë. Vjetërsinë në punë të mjekëve, vjetërsinë në punë të infermierëve, vjetërsinë në punë të ushtarakëve, vjetërsinë në punë të mësuesve, gjë që nuk e bënim dot përpara jo se s'donim ose se s'dinim që duhej, po s'kishim mundësi. Po pse kemi mundësi sot? Sepse është rritur ekonomia dhe janë rritur të ardhurat. Pra, si mund të shpjegohet që ndërkohë që rritet korrupsioni sipas tenxhereve, rriten dhe të ardhurat e shtetit? Si mund të shpjegohet që ndërkohë që rritet korrupsioni në prokurime, rriten kursimet nga prokurimet? Këto dy gjëra nuk shkojnë bashkë, as në rastin e parë, as në rastin e dytë. Dhe rriten paga në sektorin publik, rriten pensionet, të cilat janë në vitin e parë të rritjes tyre, sepse ai bonusi i përmuajshëm do të dyfishohet në janar vitit arshëm. Pra, gjithë vitin e arshëm pensionistët do të shikojnë dyfishim të asaj mase që është rritur këtë vit, do të trefishohet në vitin 2028, do të katërfishohet në vitin 2029 dhe do të pesëfishohet në vitin 2030. Po pse? Sepse janë rritur mundësit, sepse është rritur ekonomia dhe kështu ne kemi arritur të mbledhim më shumë të ardhura. Por kemi arritur të mbledhim më shumë të ardhura pa i rritur taksat. Vazhdojmë të jemi i vetmi vend në Europë, i vetmi vend në rajon